الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تندرشم besimtar falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Mëshira Allah qobi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allah subhanahu wa ta'ala me çështjen e durimit, të cilën Allah subhanahu wa ta'ala e ka porosit në Kur'an për gjithë secilin besimtar, nga se ka lajmëruar se gjithë secili prej neve do të sprovohet dhe sipas asaj që përballemi ne me sprovën do ta marrim shpërblimin te Allah subhanahu wa ta'ala ose ndëshkimin këtë dynja dhe botën tjetër. Nga vlera ose nga dobit e të barit sabër në atë që na godet është se kushdo që bën durim, kushdo që bën sabër, atëra ai fiton të qenurit e Allahut me të, nga se Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë Kur'an inna Allahe ma'as sabirin. Vërtet Allah subhanahu wa ta'ala është me durimtarët. Ma'iyatullahi, të qenurit e Allahut me ty, është vlerë shumë e veçantë, nga se për të gjithë sahabët Allah subhanahu wa ta'ala ka veçuar vetëm Ebu Bekrin, kur ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la takhaf, mos ke frikë, inna Allahe ma'ana, se Allah subhanahu wa ta'ala është me neve. Pra Allah subhanahu wa ta'ala është me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekrin. Dhe vepra në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Ebu Bekrit mos u frikëso, ka qenë vepra e hijretit, largimi nga Mekja për në Medinë, dhe hijreti në kohën e tij ka qenë shtyllë për shtyllave të islamit, shtyllë për shtyllave të imanit, dhe kushdo që nuk ka bërë hijretin në atë kohë është llogarit pa besimtar. Dhe në momentet e vështira kur banorët e Mekës kanë caktuar çmime të mëdha dhe kanë organizuar ekipe të fuqishme me takuar me zon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokun e tij Ebu Bekrin, me mbyt ata ose me sjell të gjallë në Mekë, pastaj me mbyt, dhe në momentet me kritike kur janë afruar dhe shpresa e vetme ka qenë mbështetja në Allah subhanahu wa ta'ala, dhe që Allah ta bën një mrekulli që mushrikinët mos ta shohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri e ka pas një shqetësim. Dhe shqetësimi e Ebu Bekrit nuk ka qenë për veten e tij, por shqetësimi e Ebu Bekrit ka qenë për çështjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çka po ndodh me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thonë, çështja vepra në të cilën ata kanë qenë, ka qenë hijreti.
kurse frika cilën ka pasë Abu Bekr ka qenë frika se mos po i ndodhë ndonjë keqe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këto dy veprime shumë të mëdha, Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë la takhaf, mos u frikso, dhe këta ka sjellë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, inna Allaha ma'ana, se Allah subhanahu wa taala është me neve. A ka dikush mundësi me mrije këtë drejgje të Abu Bekrit? Atëre shprehjet e njëjta kanë ardhur për ata të cilët bëjnë durim. Inna Allaha ma'as sabirin. Vërtet Allah subhanahu wa taala është me ata të cilët janë durimtar. Dobia tjetër është se kushdo që bën durim, sabër në atë që e godet prej fatkeqësive, atë e don Allah subhanahu wa taala. Ka thonë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah subhanahu wa taala i don ata të cilët janë durimtar. Në ajetet të tjera Allah subhanahu wa taala ka treguar ata të cilët nuk i don. Inna Allaha la yuhibbu al-kafirin. Allah subhanahu wa taala nuk i don kafirat, nuk i don ata që nuk besojnë. Dhe këndo që e don Allah subhanahu wa taala, ai automatikisht është besimtar, nga se ata të cilët nuk i don Allah subhanahu wa taala janë pa besimtar, dhe kuptimi i kundërt i asaj ose të atyre të cilët nuk i don Allah subhanahu wa taala janë ata të cilët i don Allah subhanahu wa taala dhe ata janë besimtarët të cilët bëjnë durim. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah subhanahu wa taala i don ata të cilët bëjnë durim. Dhe durimi është përgjigja e robit ndaj kaderit të Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala për robët e vet cakton kadere të ndryshme. Kadere të cilat në sytë e tu janë të mira dhe në kadere të caktime të cilat në sytë e tu nuk janë të mira. Por të Allah subhanahu wa taala të gjitha kaderet janë të mira. Atëre kur në godet aja e cila në sytë e tonë është e mirë, jemi të detyruar të falenderojmë Allah subhanahu wa taala për begatit. Kurse kur në godet aja e cila në sytë e tonë është e vështirë dhe ja këndshme, duhet me bëjë durim. Dhe ata të cilët bëjnë durim, Allah subhanahu wa taala është me ata dhe Allah subhanahu wa taala i don ata. Dhe dobia e tretë e cilën gjithashtu Allah subhanahu wa taala e ka përmend në Kur'an se ata të cilët bëjnë durim janë prej besimtarëve, wa takun min al-muhsinin, wasbir, bën durim, nga se ata të cilët bëjnë durim, ata janë prej njerëzve më të sinqert, muhsin dhe muhsinin, njeri i shumë i sinqert, shumë i drejtë dhe njerëz të sinqert dhe të drejtë me Allah subhanahu wa taala. Kurse në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmenë se çdo fatkeqësi që i godet besimtarën dhe i bën sabër për të, ka më shpërblyje te Allah subhanahu wa taala. Prej dobive të tjera në ballafaqimin e sprova dhe në durimin tonë me atë që na godet, është me kujtuar se shumica e sprovave që na godasin vijnë për shkak të gjunohave tona. Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wa ma asabakum min musiba", nuk ndodh që t'ju godit ndonjë fatkeqësi illa bima kasabat aydikum, vetë i keni bë ose keni bë gabimin me duart e juaja. Kur Allah subhanahu wa taala çon ndonjë fatkeqësi mbi besimtarët, atëherë besimtarët duhet më kthyen me e përmirësua vetën e tyre, me kërku falje te Allah subhanahu wa taala për gabimet, kurse gabimet janë prezente të gjithë secili prej neve. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend në hadithin e saktë se gjithë secili prej neve gabon, kurse më i miri për gabimtarëve është ai i cili kthehet dhe pendohet te Allah subhanahu wa taala. Meqë fatkeqësit shumica e atyre ndodhin për shkak të gabimeve tona, wa ya'fu an kathir. Dhe në ajetin tjetër Allah subhanahu wa taala ka përmend dhe për shumë për gabimeve tuaja ju fali. Walau yu'akhidhu Allahu bima kasabat, po të na ndëshkonte Allah subhanahu wa taala për gabimet e tona, nuk ish me met kërkush për neve, pa u ndëshku, vetëm se Allah subhanahu wa taala do ta ndëshkonte, por Allah subhanahu wa taala na fal për shumicën e gabimeve tona, kurse për ato në cilat na ndëshkon e hap derën ose mundësinë që gjithë secili prej neve me u kthy dhe mu përmirësu, me u pendu te Allah subhanahu wa taala. Nga se Allah subhanahu wa taala gjithashtu pastaj i dën ata robë të cilët gabojnë dhe pas gabimeve të tyre pendohen dhe kthehen te Allah subhanahu wa taala.
Dhe prej dobisë e fundit të cilën do ta përmendim sot, për ata të cilët bëjnë durim në fatkeqësitë e tyre, është me i përmend begatit ose me i kujtue begatit, nga se një pjesë e madhe e njerëzve nuk i kujtojnë begatit e Allah subhanahu wa taala vetëm se kur t'i humbin ato, ose vetëm kur kanë problem me disa prej begative. Njerëzit me vite i shfrytëzojnë mirat e Allah subhanahu wa taala në trupat e tyre, i shfrytëzojnë mirat e Allahut në pasuritë e tyre, i shfrytëzojnë mirat e Allah subhanahu wa taala në fëmijët e tyre, në gratë e tyre dhe nuk janë falëndërues ndaj Allah subhanahu wa taala. Në momentin që diçka prej tyre ju mungon, ose në diçka prej tyre sprovon Allah subhanahu wa taala, atë godet tronditja, dhe kjo nuk duhet me ndodh me ata të cilët janë besimtar, nga se sprovat të cilat në godasin janë shumë më të vogla se sa begatit të cilat në ka dhënë Allahu. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa ma bikum bi ni'matin fa min Allah." Çdo begati, çdo mirësi që e keni prej Allah subhanahu wa taala. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Edhe po të mundoheni të i numroni begatit që Allah subhanahu wa taala ka dhënë, nuk keni mundësi me numru, kurse sprovat gjithsesi për neve mundet me numru. Nuk ka dikush për neve që s'mundet me numru me gishtat e dorës vetë sprovat e mëdha që ka pas në jetën e vet. Kurse nuk ka njëri për neve që mundet me numru begatit që Allah subhanahu wa taala ne ka dhënë. Atëherë, nëse shumica ose begatit e Allah subhanahu wa taala janë shumë më shumë se sa sprova dhe fatkeqësitë që na kanë ndodhur, atëherë kujdo që i vjen një fatkeqësi duhet me kujtue vlerën e të mirave që ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Dhe shembull për këtë janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej tyre i ka pas 3 djem dhe i ka pas 4 djem dhe njëri prej tyre i ka vdek në formë aksidentale duke e përgatitur kalin e tij për luftë rrugën e Allah subhanahu wa taala. Dhe shpreja ose përgjigja sahabijut ka qenë: Allah subhanahu wa taala më ka dhënë 4, më ka marrë 1. Domethënë kjo është forma e përgjigjes dhe durimit dhe falënderimit ndaj Allah subhanahu wa taala. Nëse begatit dhe mirësitë e atij janë shumë të ndaj nesh, sprovat e atij mbi neve janë të vogla dhe të pakta, atëherë duhet me qenë durimtar dhe mos me nxjerr fjalë nga gojët e tona vetëm se me ato me të cilat është i kënaqur Allah subhanahu wa taala në këtë mënyrë, dhe i shfrytëzojmë mirat e Allahut dhe për ato e falenderojmë Allahun, ne kemi shpërbim botën tjetër. I përmallojmë sprovat me të cilat na godet Allah dhe bëjmë durim gjithsesi, pastaj kemi shpërbim në botën tjetër. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.